29 prill, i mbi lartësuar me të drejtë. Prandaj dhe Perëndia atë e mbi lartësoi. Filipianëve 2:9. Filipianëve 2:5 deri në 8 është një deklaratë e bukur në lidhje me natyrën njerëzore dhe atë hyjnore, me shërbesën dhe poshtërimin e Krishtit. Ku ju shkon mendja pasi e keni gjurmuar për ulësinë e birit të mishëruar të Perëndisë deri në vdekjen e tij në një kryq? Natyrshëm, ne mendojmë për ringjalljen, por jo pali. Ai na çon në mbilartësimin e Krishtit. Pali thot se ka një lidhje logjike mes poshtërimit të Jezusit dhe mbilartësimit të tij. Prandaj, edhe Perëndia atë e mbilartësoi. Vargu 9. Ç'është ky mbilartësim? Është fakti që Ati i ka dhënë birit të tij fronin dhe e ka urdhëruar këtë botë që një ditë në emrin e Jezusit çdo gjuhë të përkulet, i qenieve qellore dhe toksore dhe nën-toksore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë. Vargu 10 deri në 11. Por, pse është me vend mbilartësimi i tij? Shkrimi na jep disa përgjigje. Së pari, mbilartësimi i Krishtit është me vend sepse përmbush profecinë e beslidhjes së vjetër dhe tregon se Perëndia e mban fjalën e tij. Njohja mbar botrore e Jezusit si Zot do të ndodhë, sepse Perëndia premtoi se do të ndodhte. 600 vjet përpara se Jezusi të dilte në skenën e historisë njerëzore, Isaia regjistroi këto fjalë nga Perëndia. Ja, shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet dhe do të lartësohet shumë. Isaia 52:13. Prandaj, Krishti erdhi për të mbajtur dhimbjen dhe mëkatin e botës. Duke përmbushur rolin e shërbëtorit të përvuajtur, i ngritur lart në kryq dhe më pas i ringjallur për të mbilartësuar në fronin e tij. Siç shkroi Pali diku tjetër, se gjithë sa janë premtime të Perëndisë, poja e tyre është në të. 2 Korintasve 1:20. Së dyti, mbilartësimi i Krishtit është me vend sepse ai është Perëndi. Bibla na mëson se biri është një me Atin. Për shkak të hyjnisë së tij, mbilartësimi është një domosdoshmëri. Nuk ka vend tjetër ku të ulet Perëndia. Asnjë ndenjëse tjetër nuk është e përshtatshme për birin, përveç se ajo në të djathtë të Atit të tij. Së fundi, mbilartësimi i Krishtit është me vend, sepse ai është biri i dashur i Atit të tij. Perëndia Atë e pa birin duke shkuar me bindje në kryq për të përmbushur beslidhjen e shpengimit dhe dëgjoi të thërriste me dhimbje: O Perëndia im, pse më braktise? Mateo 27:46. Ati e dinte se biri e duroi atë agoni nga dashuria për Atin dhe nga dashuria për popullin e tij. Ati nuk do ta linte birin e tij të përsosur në atë gjendje të rëndë. Ç'gjë tjetër mund të bënte dashuria e Atit, përveç se ta mbilartësonte birin nga gjendja e tij e përulur? S'ka dyshim që poshtërimi i Krishtit për ne dhe mbilartësimi i tij mbi ne janë të mjaftueshëm për të na sjellë deri në pikën ku i përulemi atij me nënshtrim të gëzueshëm. Ata na tregojnë se ekziston dikush që e ka statusin për të kërkuar bindjen tonë dhe karakterin për të merituar adhurimin tonë. Ata na kujtojnë se gjëja më e mirë në qiell do të jetë personi më i lavdishëm në qiell. Nuk do të sodis lavdin, por mbretin tim të hirit. Jo, s'do të shoh kurorën, por atë të shpuar dorë, se qengji është lavdia e tokës së Emanuelit.